Të nderuar zonja dhe zotrin, për shëndetje të dashur miq, sot do të vim pranë jush me dy histori të radhës. Fillimisht fillojmë me rrëfimin e historisë së parë. Bëhet fjalë për një dashuri. Fatkeqësisht, fjala që është thënë apo thënia që është përdorur gjithmonë që dashuritë e vërteta rrallë përfundojnë në fustane të bardha, një histori e këtill i ka ndodhur edhe kësaj vajze të re që brenda saj mban plak shumë të hapura të rënda. Jam një vajzë 24 vjeçare. E di, ndoshta për të tjerët jam ende e re dhe kam gjithë jetën time përpara. Por në shpirtin tim ndjej sikur kam jetuar shumë më tepër. Ndjej lodhje, plagë që nuk më mbyllen kur dhe një dhimbje që më merr frymën çdo ditë. Po t'rregoj